Mirëmbrëma për të gjithë nderuar teleshikues, në transmetim të drejtë për drejtë nisim emisionin Natë me Xhaxhiu. Mirëmbrëma Niki, mirëmbrëma zonja dhe zotrinj. Po lëm pas kështu 7 marsin, një ditë feste, një ditë masive feste, për faktin se gjithsecili prej jush, gjithsecili prej nesh ka një lidhje të drejtë për drejtë ose të tërthort me këtë festë, me festën e mësuesit. Dikush ka një fëmijë, dikush ka një mësues në shtëpi, dikush ka një njeri që merret drejt për drejt ose në mënyrë të tërthort me arsimin. Është kjo pra arsyeja që të gjithë festuam nga pak sot dhe është kjo arsyeja që ne e urojmë të gjithë mësuesve. Ju urojmë të gjithë gëzuar 7 marsin dhe këtë mision fisnik të tyre për edukimin e brezave dhe Rezart unë përfitoj nga rastit i uroj dhe mamit gëzuar festën. Një gëzim, një urim edhe nga ne për mamin e Nikit. Mirë, ne do të ecim mëtej me rrjedhën e zakonshme të emisionit. Fillimisht do të ndalemi tek një dalje fundit që kryeministri Berisha bëri përpara medias ku odhi disa ide. Po, në fjalën e tij në bashkëbisedimin me gazetarët, kryeministri Berisha theksoi se Partia Demokratike ka patur një trashëgimi mjaft pozitive me LSI në qeverisje dhe kjo e bën këtë parti aleatin potencial më të mundshëm për koalicion para dhe pas zgjedhjeve. Lidhur me të ashtu quajtur poli i tretë, Berisha theksoi se LSI dhe PBDN janë dy aleatët e Partisë Demokratike Materiali. Kryeministri Berisha ka akuzuar Edi Ramën se lexon kokëposhtë deklaratat e ndërkombëtarëve për referendumin për 3 ligjet. Gjatë një takimi me gazetarët, Berisha theksoi se Rama mesazhin e fyllës dhe të ambasadorëve Sekuj dhe Arvizu të mos e interpretoj si thirrje për të mos votuar ligjet, po për të votuar ato pasi është ai që imponon mbajtjen e referendumit. Kemi të bëjmë me interpretime sipas interesit të deklaratave, po mirë është që të marrish tërësinë e tyre. Uroj që zoti Rama mesazhin e fyles të ambasadorit Arvizu dhe të ambasadorit Sekuj apo të kujdo të mos e interpretoj si një thirrje për të mos votuar ligjet. Uroj që ta interpretoj si një thirrje për të votuar ligjet. Duke u ndalur te koalicionet, Berisha u shpreh bindur se PDU-ja do të jetë në krah të PD-s, por nuk përjashtoi as mbështetjen e PBDN-s, ndërsa për LSI-n deklaroi se është një kandidate potenciale para dhe pas zgjedhjeve. Trashëgimia, tradita e krijuar gjatë këtyre 4 viteve është realisht pozitive. Pra, çka do të thotë e bën lëvizjen socialiste për integrim aleatin në potencial më të mundshëm para zgjedhjeve dhe pas zgjedhjeve. Me lëvizjen socialiste për integrim, unë jam në qeveri me Partinë e Drejtave të Njerëzit, kam qeverisur dhe kam historikun e bashkëpunimit me të si një parti e lirive të drejtave njerëzore, kështu që unë nuk shoh asnjë lloj problemi përkundrazi, të dy janë aleat për BDN-shi në potencial, LSI-ja real, ndaj dhe janë vizje krejtësisht normale më duken mua. Ndërsa për sa i përket listave të deputetëve, Berisha deklaroi se do të ketë ripërdoritje. Por në ndryshim nga opozita, mazhoranca do të vlerësoj kontributet e anëtarëve të saj dhe nuk do të pres koka deputetësh. Mirë, kthehemi në studio. Përpara se të vijojmë me rubrikën Infonat, do të më pëlqente të prezantoja Nard Nogën, sapo ka mbërritur, sapo është bashkuar. Dhe ne i themi mirëmbrëma, mirë se erdhët. Dhe do ka mirë se ka ardhur kryetari i Partisë Demokristjane, të cilën sot Berisha nuk e përmendi fare. Si duket është i qetë, nuk është se është i sigurt, nuk është se do të ketë ndonjë të papritur, u mor me PBDN-n, me Metën, është mirë me ju. Jo, e përmendi madje partinë e parë si pjesë e koalicionit. Partia Demokristjane ka patur një bashkëpunim me Partinë Demokratike, jemi dy forca që i përkasim partive popullore evropiane.
Dhe tashme dihet që ka një pakt mes Partisë Demokratike dhe Partisë Demokratike me Zotin Berisha. Okej, do të flasim gjatë për PDK-n, për rolin e saj brenda koalicionit të ri, nëse ndokës i ringusht ky koalicion apo gjërë, këtë do të shikojmë, por fillimisht ndjekim. Ndjekim fillimisht blokun informativ me të gjitha zhvillimet e ditës nga vendi, rajoni dhe bota, ka patur një fluks informacionesh, ne kemi përmbledhura në mënyrë telegrafike, me njërë pas siglës info. Ambasadori Amerikan Aleksandr Arvizu deklaron se të gjitha palët në vend, KQZ, kandidatët dhe partit politike janë përgjegjëse për një proces zgjedhor me standarde në Shqipëri. 23 qershori duhet pasqyroj vullnetin e zgjedhësve, deklaroi Arvizu gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët online në rrjetin social Facebook. Komisioneri për zgjerimin Stefan Fylle kritikon vendimin e mazhorancës për referendum për 3 ligje, duke e cilësuar këtë një iniciativë populiste para zgjedhjeve. Në Tiranë, ambasadori i BE-s tha se nuk i heq asnjë presi kësaj deklarate, ndërsa këmbguli për dialog mes palëve dhe jo monologje politikanësh. PS shpreu sot shqetësimin se Ministria e Brendshme nuk po reflekton ndaj shqetësimeve të lindura për procesin zgjedhor, siç është pastrimi i dublimeve të listave, numrin e zgjedhësve pa adresë dhe njoftimin e zgjedhësve për vendosjen e qendrës së votimit. Kreu i LSI-s Ilir Meta gjatë një vizite në disa biznese të prodhimit fason në Shkodër ka siguruar mbështetjen e LSI-s ndaj tyre me ndërmarrjen e hapave konkrete. Kreu i PD-s Pascal Milo nga Korça e ka konsideruar referendumin një lëvizje të gabuar dhe një veprim antiligjor për shkon ndesh edhe me frymën europiane. Ndërsa për sa i përket aleancës me LSI-n, Milo kërkoi që kjo parti më parë duhet të konkretizojë qëndrimin e saj. Në ditën e mësuesit, kreu i qeverisë Sali Berisha deklaroi se arsimi mbetet shtylla e programit të qeverisë së ardhshme, duke premtuar se pas zgjedhjeve roli i mësuesve do të vijojë të ngrihet edhe më lart. Kryetarja e Kuvendit Josefina Topalli zgjodhi sot shkollën e mesme Petronini Luarasi për të uruar 7 marsin mësuesve në të gjithë Shqipërinë. Ajo shpreu mirënjohjen për të gjithë mësuesit dhe i falenderoi ata që me punën e tyre, dedikimin, kohën dhe sakrificën u japin nxënësve dituri. Një 12 vjeçare dhe kushërira e saj vetëm 2 vjeç kanë mbetur të plagosura rënd pasi janë përplasur me makinë nga një 13 vjeçar. Ngjarja e rëndë është shënuar në periferi të Beratit, teksa 13 vjeçari, i cili drejtonte makinën e gjyshit të tij, ka aksidentuar në rrugë 2 vajzat. Gjatë ceremonisë së dhurimit nga ambasada amerikane të disa pajisjeve për policinë e shtetit, ministri i Brendshëm Flamur Noka ka vlerësuar raportin e një dite më parë të Departamentit të Shtetit Amerikan, i cili sipas ministrit evidentoi arritjet e policisë shqiptare në luftën kundër drogës dhe krimit të organizuar. Presidenti Nishani ka qenë i pranishëm në konferencën e përbashkët shqiptaro-austriake mbi sigurinë e qarkullimit rrugor. Prandaj Nishani ka bërë thirrje për rritje të sigurisë ndaj jetës dhe se arsimimi dhe edukimi në çdo nivel është përgjigje e duhur. Avokati Arben Frogut apelon vendimin e krimeve të rënda për marrjen e masës së sigurisë arrest me burg. Lajmi konfirmohet për News 24 nga vetë avokati në Shqipëri, Tonin Prendi, i cili deklaron se tashmë e ka nisur kërkesën për apel në gjykatën e apelit në Tiranë. Ka vjuar sot seanca gjyqësore ndaj Ilir Xhakias në gjykatën e apelit në Durrës, i cili akuzohet për vrasjen e Qerim Malokut në vitin 1998. Në seancën e sotme, 3 ekspertët kanë paraqitur akte ekspertizën balistike të armëve të përdorura në vrasje. Një 32 vjeçar është shpallur në kërkim nga policia e Shkodrës pasi ka qelluar në drejtim të një lokali me armë ku ndodheshin 9 persona. Ngjarja është regjistruar ditën e djeshme në fshatin Barbullush, pasi autori Shpëtim Germaj është konfliktuar me pronarin e bar kafes, i cili e ka nxjerrë përjashta. Gazeta Postieri, botimi i përjashëm i postës shqiptare, festoi 5 vjetorin e krijimit si medium informativ për çdo shërbim postar. Numri i parë i gazetës Postieri doli në qarkullim më 8 mars 2008 dhe deri më sot numëron mbi 260 numra dhe një tirazh të 10.000 kopje, të cilat ofrohen falas për të interesuarit. Gjykata e Milanos dënoi me 1 vit burg ish kryeministrin italian Silvio Berlusconi për çështjen e përgjimeve të palishme të politikanëve. Berlusconi u shpall fajtor për nxjerrjen e sekretit të detyrës. Kavalieri pritet të apelojë vendimin. Mirë, kthehemi në studio, do të flasim tani me Nard Ndogën, kryetarin e Demokristianëve të vërtet. Mos bëre një përcaktim të gabuar Demokristianëve të vërtet. Kryetari kujt Demokristianëve jeti? I Demokristianëve të vërtet, i Demokristianëve të Shkodrës, të Lezhës, të rrethinave të Laçit, mund të ma shpjegosh? Partia Demokraciane ka historinë e vet, ka emrin e vet, ka siglën e vet dhe kjo është e pandryshueshme. Është Partia Demokraciane e Shqipërisë, e themeluar
në pluralizmin shqiptar në vitin 91. Po, mi këto i dim, po, ku ndryshojnë demokristianët tuaj nga demokristianët e Lesit edhe të Bushatit? Ashtu si që ndryshojnë të Aleancës Demokratike nga Partia Demokratike, jenë pjesë e pluralizmit shqiptar. Keni menduar të bashkoheni? Pra, gjitha nej ka... Në ardhë, keni menduar të bashkoheni? Keni sinjale, ke quar sinjale, ke Lesi, ke Zefi, ke marrë nga ta, apo do të vazhdoni? Partia Demokraciane, që partia me madhe përfaqësuese e demokracianëve në shqiptar, është treguar e gatshme, e hapur, për një bashkëpunim me gjitha këto fraksione të cilat aderojnë si parti politike sot. Ky është një proces i cili është i hapur, që mund të zgjasin edhe para zgjedhjeve edhe pas zgjedhjeve, por ka rëndësi që janë pjesë çdo cili prej tyre është pjesë e pluralizmit shqiptar. Më tepër i seleksionon rrjedhja e ngjarjeve se sa dëshira apo mosdëshira e njëri apo tjetrit. Nardoka, ju ikët nga PS-ja pasi Edi Rama nuk ishte nevojë më për ju politikisht apo juve nuk morët atë që prisni? Ne patëm një divorc me Partinë Socialiste në momentin kur ajo në mënyrë të papërgjeshme, si mas gjykimit tonë, kreu ndryshimet mbi kodin zgjedhor. Prezenca e jonë në harkun opozitar ishte pikërisht për transparencën e zgjedhjeve dhe për përmirësimet në kodin zgjedhor, të cilat ne kemi rënë dakord në parim me Partinë Socialiste në atë kohë. Partia Socialiste zgjodhi më tepër pazaret apo interesat e veta, duke i anashkaluar kërkesat e ligjshme të shumicës së partive të majta dhe djatha, dhe në tonë momente ne kemi bërë që përpara në mënyrë publike venimin tonë që nëse Partia Socialiste nuk e realizon kërkesën për përmirësimin e kodit zgjedhor, ne largohemi nga ai koalicion. Qartë, për momentin si keni marrëdhëniet me kreun e Partisë Socialiste? Marrëdhëniet janë korrekte, nuk kanë qenë përplasje personale, janë përplasje më tepër parimore. Leadershipi i Partisë Socialiste, zoti Rama, gjykon që mund të fitojnë i vetëm zgjedhjet, pra pa aleatët. Mendësia në Partinë Socialiste sot është e tillë, ndërsa ka një frym, një qasje ndryshe nga kampi i djathtë që gjykon. Çfarë bën më të mirë kryeministri Berisha në raport me koalicionet duke krahasuar me Ramën? Raportet? Është me bashkëpunues. E para dhe dyta krijon më tepër hapësirë për partitë e late, i qëndron marrëveshjeve politike që mban përgjithësi me partitë politike dhe ka një shkallë besueshmërie më të lartë. Çfarë e bën atë më të pranueshëm për shumicën e partive politike, përfshirë edhe Lëvizjen Socialiste për integrim, me të cilën ka bashkëqeverisur me disi me kahet kundra edhe programore. Nardë, sa koalicioni juaj aktual është natyral dhe sa është i detyruar? Koalicioni sot me Partinë Demokratike është natyral. I detyruar ishte kur me Partinë Socialiste për faktin që ne u ndodhëm në opozit dhe je i detyruar që të nënshkruash marrëveshje të bashkëpunosh me partitë opozitare. Pra, realisht nuk ishte një bashkëpunim natyral. Nërsa sot jemi kthyer në një bashkëpunim natyral, kemi patur edhe ne divergjencat, mosmarrëveshjet me Partinë Demokratike. Nuk pretendojmë që Partia Demokratike është partia më demokratike që ekziston sot në politikën shqiptare, por është një parti që ne kemi pak a shumë një përqasje të njëjtë në programet tona politike, jemi dy parti djatha. Tashmë i keni kaluar pa kënaqësitë me Partinë Demokratike, sepse pasi vendosët të riktheheshit në mazhorancë, zoti Loka, ju keni deklaruar në media se rrugët tona me Partinë Socialiste u ndan për arsye parimore dhe u bashkuan me Partinë Demokratike për arsye programore dhe pragmatiste. Po, kjo është e vërtet dhe i qëndroj këtij deklarimit për faktin që kodi zgjedhor të detyron në një farë mënyrë që të jesh pjesë e njërit prej koalicioneve dhe kjo e bën të mosdoshme bashkëpunimin edhe me Partinë Demokratike në këtë rast, por edhe për faktin, për hapësirat, për marrëveshjen, për një klim ndryshe nga ajo që gjetëm të Partia Demokratike dhe kjo e leson disi bashkëpunimin tonë. Nardë, juve ju afruat në minutën e fundit të themi, zotit Berisha, për faktin se PDK-ja po asfiksoi, juve po mpakeshit si parti, financiarisht,
apo edhe në elemente të tjerë që ka sot një forcë politike. Pra, ju ofruat me Berishën thjesht për 2-3 poste qeveritare të një grushti demokristianësh të qendrës dhe të periferisë, apo pat pika kontakti programore, statutore? E para, sikur të ishim një parti e parancishme, Berisha nuk do të na afronte. Këtë të paktën e deklaroj me bindje. Më fal, bëj një parantezë, pse jeni juve parti e rëndësishme? Sa morët në zgjedhjet e kaluara? Partia Demokraciane ishte partia e dytë në opozitë, ne morëm rreth 50.000 vota në elektoratin shqiptar, përcaktues në disa këshilla bashkisë dhe komunash të vendit, prezencë në këshillat e çarçeve. Pra, një parti me pesh në jetën politike. Bashkëpunimi me Partinë Socialiste ishte një bashkëpunim i vështirë në aspektin programor, ishte një histori e cila filloi për herë të parë në opozit. Kështu që bashkëpunimi natural ishte tek Partia Demokratike, por Partia Demokratike shikon edhe vetë Partia Demokraciane një aleate historike, dhe i të kaluam ato pakënaqësi dhe probleme që patëm me spalve. Jemi tash me të njëjtin program, shtoj kësaj që ka patur një presion edhe nga partitë popullore evropiane. Kryetari i grupit parlamentar partive evropiane, Luca Volonté, është demokracian italian, ne kemi pasur kontakte të vazhdueshme me të dhe në mënyrë periodike, sistematike ka kërkuar që ne të bëhemi pjesë e koalicionit djathtë. Pra, ishin shumë faktorë, por ajo që ishte kryesore ishte edhe divorci me pjesën tjetër. A jeni juve sot një parti kryetari në Ardëndoka, që do të thotë unë nuk njoh në partinë tuaj, në kryetar, kryesin, sekretar të përgjithshëm? Është një sindrom e partive të vogla kjo. Unë ja kam bërë pyetje edhe profesor Pascal Milos, i cili nuk është se me e mirë pritri një pyetje të tillë, dhe na i hodhi fajin ne të mediave, të cilët sipas ti nuk pas kishim lançuar përveç kryetarëve, nën kryetarët. Pa jeni juve realisht një parti kryetare? Mungesa demokracive në parti politike vret gjithanej, dhe kjo është evidente. Dhe dëmi më i madh është tek partitë e mëdha. Ato e kanë peshën kryesore, kur një parti nuk është demokratike në jetën e përditshme, ne shohim që dëgjojmë deputet kandidat që dalin për deputet pa konsultuar në forumet e këtyre partive, dhe kjo është problemi kryesor që jep pasojë në mënyrë drejt për drejt. Mungesa e demokracive në këto parti sjell pasojë edhe në jetën demokratike. Ndërsa problemet të partitë e vogla parlamentare, kjo mungesë demokracia i asfikson ato komplet. Pra ne jemi disi më demokratike, pavarësisht se kjo nuk vret, nuk është e prekshme në mënyrë mediatike, për faktin që për të vendosur një kandidat ne testojmë gjithë antarësinë tonë, simpatizantë tonë, marrim vendimet e duhura, se nëse vendimet tona janë gabura, atëherë kjo ka një impakt të drejtë për drejtë. Ndërsa të partitë të cilat e cilësojnë veten më të mëdha, kjo është evidente. Asnjë përgjigje nuk më dhat për pyetjen që u bëra, që thash pse nuk ka partia juaj nën kryetar? Jo, ka nën kryetar. Po pse nuk e njohim? Pse se keni lançuar juve? Zotin Vladimir Beje besoj që e njihni. E njoh sigurisht e ka mik, po pse nuk e lançoni dhe juve në për? Atëherë është nën kryetari i Partisë Demokraciane, ka qenë disa herë në debate. Një mik i mirë, e përshëndesim Vladin. Frano Kulli, një personalitet edhe në fusin e gazetarisë, botues, është nën kryetari i Partisë Demokraciane. Zoti Nur Shpanje, sekretari i përgjithshëm i kësaj partie, deputet në Kuvendin e Shqipërisë për 4 vite. Pra, ka mjaft emra. Më prezent dhe më aktiv, por doja t'ju pyesja për një çështje tjetër. Kreu i Partisë Kristian Demokrate në Shkodër, zoti Dimitër Muslia, ka deklaruar se PDK-ja juaj është një hije së shkuarës në qarkun e Shkodrës dhe shumë nga zyrtarët e saj janë larguar duke u bashkuar me Kristian Demokratët dhe me opozitën. Ju çfarë mendoni, zoti Ndoka? Vetëm para pak ditësh ka qenë këtë deklaratë. Po, e kam lexuar edhe unë në media, është një deklaratë fare e pavërtet. Partia Kristian Demokrate është një parti fantazme, ka në zgjedhjet e fundit rreth 450 vota.
Pra është një parti thjesht të regjistruar në gjykat, pas edhe një lloj mbështetje dhe nuk besoj që duhet të harxojmë edhe kohë që të merrem me një fillim mediatik. Po, e dini juve që ka shkaktuar një acarim tek aleatët e Vegjël Berishës kandidimi juaj në listat e PD-s, flasë aleatët e tipit balli kombëtar, legalistët, balli demokrat kombëtar? E para nuk ka një marrëveshje akoma me Partinë Demokratike, këto janë më tepër hamendësime të medias se sa një realitet politik. Negociatat dhe marrëveshjet politike negociatat vazhdojnë nësa marrëveshjet politike akoma nuk janë të nënshkruar. Nuk dihet se cila do të jetë forma dhe mënyra që Partia Demokratike do të bashkëpunojnë me partitë e late. Si do t'i ruani votat, zotin Ndoka, kur kodi aktual parashep pikërisht nuk e garanton sigurinë e votës për çdo subjekt, por vetëm për koalicionet? Kjo është një problem i cili vazhdon të shqetësojnë politikën shqiptare, por në raport me Partinë Demokratike besoj që do të ketë një hapësirë edhe për brenda koalicionit. Ne kemi provuar trysninë e dy partive politike në vitin 2009, pra edhe të PD-s edhe të PS-s. Sot jemi disi me komod për faktin që jemi pjesë e një koalicionit, mbrojtja brenda koalicionit është disi me pozitive, me madhe, je pjesëmarrës në administrimin e zgjedhjeve nëpërmjet vëzhgosëve, në disa raste edhe nëpërmjet përfaqësuesve në këto komisione. Pra ka një garanci më tepër, aq më tepër që besojmë dhe gjykojmë se edhe standardet besoj që do të rriten akoma më tej, nuk është ajo klasë politike e cila ishte në vitin 2009. Shpresojmë I qëndroni ende ide, zotin Ndoka, që keni deklaruar më parë se vendit I duhet rotacion politik? Nëse përmendet. Unë e kam thënë në përgjithësinë e një politikani dhe të një qytetari. Pra në çdo vend demokratik ka nevojë për rotacion politik. Qoftë ky edhe çdo 4 vjet apo 8 vjet është disi shumë. Por rotacioni politik nuk bëhet thjesht me dëshirë, nuk bëhet se dikujt I pëlqen që të vinë në pushtet, apo dikush kërkon që nëpërmjet rotacionit forcohen edhe institucionet. Sot unë shoh si të pamundur në realitetin e politikës shqiptare, për faktin që vetë Partia Socialiste nuk e dëshiron rotacionin politik me veprimet e veta, me përjashtimin e alatëve, duke përjashtuar edhe deputet të vetë, pra krijon një luftë brenda llojit të vazhdueshme, çfarë lën një shije mjaft hidhur tek qytetarët të faktorit ndërkombëtar. Pra unë nuk shoh rotacion politik kësaj rradhe. Për fatin e keq do ta them edhe një herë si një politikan I përgjithshëm. Okej, zotin Ndoka, cili do të jetë fati politik I Nart Ndokës? Që do thotë, ku e shikoni veten? Në listat e PD-s, do dilni I pavarur, do dilni vetë, duke mbrojtur flamurin tuaj, si është? Sparit Partia Demokratike do të kandidojnë në 12 qarqet me kandidatët e vetë. Madje ne kemi shpallur ato, jemi partia e parë politike që I kemi shpallur kandidatët tonë në gjithë vendin. Dhe kjo është e rëndësishme. Dhe kemi pretendimet tona që të përfasohemi në qarkun e Shkodrës, që të përfasohemi në qarkun e Lezhë, në qarkun e Durrësit, në qarkun e Tiranës, në qarkun e Firit dhe në qarkun e Vlorës. Juve, ku do jeni? Pra, janë gjithë të qarqe që strukturat tona, kandidatë tanë... Nuk e dija. Keni kërkuar të jeni prefekt I Shkodrës? Jo. Sa di unë nuk ka pranuar zoti Berisha dhe ju dhanë pas postin e zëvendës ministrit. Jo, nuk është diçka thjesht trillim mediatik, për faktin që posti I zëvendës ministrit brendshëm është më I lartë se prefekti I Shkodrës, të janë thjesht amëndësime mediatike. Themi ke përgjigje që po jepni. Juve ku e shikoni vete? Ku do kandidoni? Kjo është pjesë e një marrëveshje politike e cila është në proces se do të merret në javët në vazhdim. Okej. Mirë, e mbyllim, besoj se një sinjal, mund t'i qojmë, besoj se është duke në ndjekur. Ju e morët dhe se çfarë bëri sot Nikol Leci që kandidoi në qarkun e Lezhës? Po, e dëgjova një kandidim nëpërmjet titrave. Okej. Nëse do t'ju vi një sinjal nga Zem Bushati dhe Leci për një bashkim të mundshëm do ta pranonit? Pa diskutim që po, unë jam treguar I hapur, I gatshëm, me Lesin jam takuar disa herë, ka shprehur gatishmërinë që të bashkohet, besoj që Lesi do të bashkohet me Partinë Demokratike. Po, bën një trajektore të lëvizjeve të tij, pa top.
por besoj që do t'jetë në gjërin demokrisian. Në ndokat falenderojmë që ishe falenderojmë. me ne, të urojmë një fushat të lehtë, dhe pse jo, edhe një fitore për demokristianët. Nuk e di, gjithnjë kam pasur një lloj respekti për demokristianët. Ndoshta e nisur nga fakti i demokristianëve të shtetit fqinj. Keni disa të përbashkëta? Historia e Evropës në përgjithësi është demokrisiane, pra themelit e Evropës janë demokrisiane, lidhjet tona kanë qenë të vazhdueshme, si me CDU-n e Gjermanisë, ashtu edhe me demokrisianë italianë. Faleminderit, stopojmë për hapësirën publicitare, rikthehemi në studio me pjesën e dytë të emisionit. Kthehemi në studio. Ajo që deri më sot konsideroj si një masë ngurtë, si një peshë e rëndë me të cilën ne kemi 20 vjet që jemi mësuar dhe që ishte e paprekshme, duket se do të vihet dorë, duket se nuk e dim si cili do të jetë fati i asaj që quhet ndryshe TVSH-ja ose taksa e vlerës. Është diskutuar në kohët e fundit pikërisht heqja ose zërimi të TVSH-s. Njëri nga ideatorët e vënies dorë mbi TVSH-n e famshme që na ka shoqëruar në këto 20 vjet është Ervin Bushati. Ervin Bushati vjen nga zyrat e Partisë Socialiste, është sekretar për ekonominë e Partisë Socialiste. Unë e konsideroj, dhe jo vetëm unë, si një yll në ngjitje në atë lëmin e ekonomisë brenda Partisë Socialiste. Ka hedhur disa ide të guximshme era erës Ervin Bushati, edhe në studiot e mia në ekranet e mëparshme, por edhe sot besoj se do të bëj avokaturën e Ervin Bushatit në lidhje me atë çfarë ka thënë 2 ditë më parë në një shkrim shumë interesant ku diskuton dhe disa ide të tia mbi fatin e nesërm të TVSH-s. Unë i them mbrëma dhe mirë se është bashkuar me ne. Një TVSH e riformuar. Nga ju erdhi kjo ide, Ervin? Se të prekës TVSH-n duket është si një tabu. Do vëmë dorë mbi TVSH-n, mbi atë që është regulatori i buxhetit, i legëve, të shtetit. Nga si që është bërë zakon në politikën shqiptare me këto kërcimet kuantike, shpesh herë shikojmë që urgjentja i zë vendin të domosdoshmes, në sensin që gjithmonë jemi në këtë teorinë afat shkurtër të ndërhyrjeve në ekonomi duke ndjekur trendin politik. Dhe akoma dhe sot, mbas 20 viteve, nuk kemi një strategji të qartë ekonomike që të na diferencojë nga ky tranzicioni pafund që është bërë sinonimi zhvillimit ekonomik shqiptar. Dhe në fakt, ajo që unë kam mbrojtur shpesh është që duhet parë një reformë më e gjerë ekonomike, ndoshta edhe në sistemin fiskal, por që të heci me parimet e zhvillimit ekonomik dhe të mos jetë thjesht rendëse mbas politikave shpesh herë populiste të ditës, të cilat fillojnë edhe gjymtojnë edhe ato pak pjesë me integritet të ekonomisë shqiptare. Ekonomia shqiptare që kur ka dalë nga diktatura dhe ka hyrë në kapitalizëm, kuptohet me një kolë po të madhe sepse kaloi nga një diktaturë ku gjithçka kontrolloi, gjithë kapitalet e prodhimit kontrolloheshin, nuk kishte pronar dhe nuk kishte eksperiencë, që është akoma më e rëndësishme se sa kapitali. Do me thënë, në mënyrë traumatike, u fut dhe rihyri në një sferë që dominon sot në gjithë botën, në shumicën e botës. Dhe kuptohet që mbas kaq kohësh, akoma nuk kemi një fokus ose një optimizim të politikës ndaj ekonomisë për të rritur mirëqenien e qytetarëve shqiptarë, që duhet ishte primarja në çdo program politik të çdo lloj force. Po, ndalemi pak te TVSH-ja, pse doni të vini dorë mbi TVSH-n? Në fakt ajo që unë them nuk është që thjesht shikojmë TVSH-n. Në një koncept më të gjerë flasim për atë që quhet rishpërndarje e pasurisë. Dhe në konceptin dhe në këndvështrimin e forcave më të majta që diskutohet në një spektër gjerë si në Evropë ashtu dhe në Amerikë më tej, rishpërndarja e pasurisë, pra rivendosja e shanseve të barabarta, shikohet si një nga motorët kryesorë të një shoqërie që zhvillohet më e harmonizuar dhe më në sinkron me sfidat që ka gjithë njerëzimi në planet. Pra, shumë nga këto pika që kanë të bëjnë me rishpërndarjen e pasurisë, me dhënien e shpresës të gjithë qytetarëve që marrin pjesë në një ekonomi, të gjitha këto janë formate, janë disa reforma që nuk mund të vazhdojnë më dhe të merren
me impulse politike, shpesher duke u përplasur me programet e partive, siç po shohim së fundmi me Partinë Demokratike ose më saktë me kryeministrin Berisha, sepse ai është ideatori i reagimeve ndaj programit Partisë Socialiste, është që shpesher del javë mbas jave dhe propozon një nga ato nisma që i duken se do ta ndiqte pas elektorati, apo me që është propozuar nga Partia Socialiste, do të kishin efekt më shumë në votë se sa një efekt të drejt për drejt në ekonominë shqiptare. Dhe ky format i kputjes me copa her mbas here të një integriteti ekonomik po e dëmton ekonominë shqiptare. Domethënë, në tregun shqiptar, në ekonominë shqiptare, në tregun e lirë tashmë shqiptar, por me ndikime politike, po shohim që fyn këto distorsione që quhen në ekonomi. Qartë, na lëdhe ne të pyesim nga njëherë, Ervin, se ta bëjmë një çik bisedën. Unë do nisesha nga deklarata e kryeministrit Berisha pas ditën e sotme, i cili tha se i vetmi program i Partisë Socialiste është programi i taksës progresive dhe realisht a duhet implementohet kjo taksë në Shqipëri? Pse e mbroni fort taksën progresive? Dhe si është në raport me direktivat e Bashkimit Evropian? Në radhë të parë, taksa e sheshtë e futur në Shqipëri në vitin 2007 nuk u provua të ishte suksesshme për ekonominë shqiptare, sepse nuk rriti punësimin, papunësia është në shkallën të njëjtë me atë që ishte kur mori pushtetin Partia Demokratike, nuk u rritën investimet e huaja strategjike dhe nuk ka pasur rritje ekonomike. Biles, rritja ekonomike ka qenë në regres në këto vite, sepse është 1/3 apo 1/4 e asaj që ka qenë në 10 vjeçarin e fundit. Pra, arsye të mjaftueshme për të parë që duhet të dalim nga ky sistem dhe të fillojmë të japim një impuls të ri ekonomisë. Bashkimi Evropian nuk është se ka direktiva në këtë pikë. Shumica e botës së zhvilluar dhe shumica e vendeve të Bashkimit Evropian, sidomos të gjitha ato që janë në Eurozonë, kanë taksë progresive. Amerika ka taksë progresive, Anglia ka taksë progresive, Italia, Franca, Gjermania, të gjitha vendet e zhvilluara kanë taksë progresive. Taksa e sheshtë ka qenë një eksperiment i ri në vende të ndryshme të ish Bashkimit Sovjetik apo Mongolia dhe ku më tej që në shumicën e rasteve nuk kanë qenë të suksesshme dhe kanë qenë një thjeshtim për të mos pasur një sistem të harmonizuar që të ndihmojë ekonominë. Ka bërë më të thjeshtë punën për qeverisjen dhe për administratën fiskale, por nuk i ka dhënë impulsin e dur ekonomisë, sepse nuk shikon vendet ku duhet ndërhyrë në ekonomi për të stimuluar një zonë që mund të ketë konkurrueshmëri të lartë për një shtet apo për një shoqëri apo për një kombë. Ervin, të bëj një dy pyetje konkrete që besoj se kanë edhe interes. Kush e përgatit platformën ekonomike në Partinë Socialiste? Ka 2-3 emra përveç Patjetër që Partia Socialiste ka qenë gjithmonë, për mendimin tim, partia kryesore ndoshta e vetme që ka pasur programe të qarta politike dhe elektorale. Më lejoni të shpreh që në vitin 2005 Partia Demokratike ka dalë me një program vetëm mbasi ka fituar zgjedhjet, që është bërë gati 2 muaj mbasi më është detyruar ta studiohet ndaj dhe në herët e tjera nuk ka pasur një program të qartë as politik as elektoral. Partitë e tjera normal që nuk kam pasur, partitë më të vogla. Shpesh herë. Thuaj 2 emra, kush përgatit? Jam kurios të di platformën ekonomike. Me programin janë marrë shumë, do të thënë që nga sekretari i programit Ilir Beqa, pastaj ka Mimi Kodheli, Arben Ametaj dhe shumë emra të tjerë që Erion Braçe, Shkëlqim Cani, Adriana Berberi. Dakor. Nga gjithë ta emra, dalë ke pyetja vijuese. Juve thoni riformatim, impulse të reja të ekonomisë, por unë do doja të pyesja, Ervin Bushati, si dhe me kë? A kemi ne sot ideolog të mirëfillt ekonomik? Apo kemi thjesht disa ekonomistë që kërkojnë të bëjnë nga njerë edhe ideologun? Kur them ideolog ekonomist, nga ata njerëz që shtrojnë disa shina afatgjat të tipit 10-15 vjet të zhvillimit ekonomik. Pse nuk i kemi në këta? Qoftë nga të majtët, qoftë nga të djathët, e para. Dhe dyta, nëse i kemi, juve do thoni që i kemi, pse nuk janë mbledhur njerë 2 kokat mençura, ideologësh ekonomistë, të gjitha kave, dhe thonë që unë qytetari dhe Niki qytetar, dim se ku do t'jetë kjo Shqipëri mas 10 vjetësh. Kuptohet që Shqipëria ka pjesën e vetë të formimit dhe zhvillimit që
është më e shkurtër se sa vendeve tjera. Do me thonë dhe kapitali shkencor, gjithashtu dhe intelektual apo programues nuk mund tjetë në nivellet që kanë vënde që e kanë njësur këtë me sheku më përpara. Do me thonë dhe hyrja në ekonominë të tregut, pse jonë kapitalizm, se kjo është kapitalizm, ka një bagazh dhe eksperiencë që thashtë në fillim që është më e vogël se sa e vëndeve tjera. Gjithashtu, duke ditur formimin shoqëror dhe politik të Shqipërisë, ku është vështirë të dëgjosh mendime tërësisht të pavarura, sepse në këtë sistem, në një vend të tillë kaq të vogël dhe kaq shumë të ndikuar nga politika, mendjet të pavarura do të kishin shumë të vështirë. Heqim dhe faktin që kjo nuk ka qenë një traditë së kaluarës. Do të thënë, ne kemi një mendim të pavarur dhe intelektual krijues për 20 vjetësh, sepse më parë pavarësisht ndërhyrje ose zhvillime që mund të kishte, le të themi, artin sa fusha të caktuara, si sinkronizohej me qeverinë, ishte tërësisht i centralizuar. Kështu që mendoj që kemi edhe një të kaluar të vuajtur, duke qenë sepse një sistem i centralizuar i bënte njerëzit mendonin gjithësoj. Megjithatë, për ta mbyllur, ajo që mendoj që me të vërtetë do duhet ishte sot në Shqipëri ishte që të kishte një plan strategjik që të kishte mirë kuptimin, pse jo dhe aprovimin e të gjithë forcave politike për të qenë më konkurrues në rajonin ku jetojmë, dhe kjo është bërë prerogativ, sidomos sot kur shikojmë që çështjet ekonomike kanë dalë në lokomotivën e diskutimeve politike në të gjithë botën, aq më tepër dhe në Europë. Gjithçka që diskutohet sot ka të bëjë me ekonominë. Zoti Pushat, ja mendoni se ka më shumë eksperimente se sa strategji në programet politike, flas për të dyja palët, edhe Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike? Në raport me atë çfarë thuhet, pra ideja është që idhen ide se çfarë do të bëjmë, po se si pyetja tjetër nuk parashtrohet. Akoma deri sot ka qenë e vështirë për të përcaktuar një harmonizim të kushteve me përparësitë të Shqipërisë, atyre që janë avantazhe krahasuese, që për mendimin tim janë dy. Një është demografia, ne jemi një popull i ri me shumë dëshirë për të mësuar. Gjithë qytetarët shqiptar flasin, të paktën ata të shkolluar të gjithë nga një gjuhë huaj, që nuk është kaq e përhapur në të gjithë botën. Kanë dëshirën për të punuar, janë gati të emigrojnë dhe të marrin dije, dhe jemi një nga popujt më të rinë në Europë. Dhe kjo është një kapital shumë i madh njerëzor që ne nuk dimë ta shfrytëzojmë akoma. Dhe dyta është pozicioni jonë gjeografik dhe rajonal, duke qenë në qendër të Europës, në zemër të Europës, pranë ndetit, me një klimë të përshtatshme, të dyja këto kapitale të mëdha të Shqipërisë nuk ka ditur të orientohen në një industri shërbimesh. Akoma dhe sot vazhdojmë flasim gjithë për prodhimin, industrinë, ndërkohë që ne kemi gati gjysmën e ekonomisë me shërbime, sidomos në zonën e Tiranës dhe Durrësit. Të dyja këto nuk janë të optimizuara në kapitalin e vetë që mund të prodhonin. Pyetja ime radhës vjen nga një perceptimi im personal, të vinë më korrigjo ti mua. Pse nuk ngjisin çështjet ekonomike në elektorat? Nga fakti që nuk din partitë respektive i transmetojnë nga një pozicion ex katedra, i transmetojnë si kundër ja servirin këta ekonomistët e partive respektive, apo ky elektorat, ky popull, është jo sensibël ndaj çështjeve ekonomike. Unë shikoj në një prizëm tjetër. Unë mendoj që elektorati është shumë i prirur ndaj çështjeve ekonomike, se po të shikojmë dhe gjuha e përdorur apo dhe kuajt e betejës të forcave kryesore politike kanë të bëjnë me ekonominë, dhe kjo dhe dihet që politika është ajo pjesë që merret shumë me marketingun, domethënë i jep popullit atë që do. Dhe në të dyja krahat, termat kryesore, diskutimi kryesor, oferta kryesore ka të bëjë me ekonominë. Po ka një problem tjetër mendoj me elektoratin shqiptar, që është i polarizuar. Kemi një bipolarizim të elektoratit, dhe që në shumicën e rasteve nuk është se dëgjon me vërtet me logjik ato që është oferta më e mirë në treg, po duket sikur i mbush mendjen vetes që ai krah politik që ka zgjedhur me bindjen e tij personale ka ofertën më të mirë, dhe gjithçka që dëgjon
shkon në këtë... Ka dhe një problem tjetër. Dhe ne jemi të lindur paka shumë të majtë dhe kur dëgjojmë diçka të majtë na bëhet qefi. Ose kur jemi djathtë... Ime më është një votuse e rregullt. Po më pyes një ditë. A mund të më shpjegosh ç'është taksa e shesh, taksa progresive, ç'është taksa e kolekës, e mojësiut e... Pyetja ime është kjo, a ka mundësi një forcë politike ta zbërthejë në disa gjëra në mënyrë që ai elektorati i thjesht, si kundërshtim time më ose ma juaj, të arrijë që taksën e shesh ta zbërthejnë atë në mënyrë që të thotë që po, kjo taksë e shesh ose taksa e styrokolekës kushton kaq për bukën apo për kosin apo për qumshin. Ma kap si ide, besoj. Po, patjetër, problemi është që shpesh herë diskursi politik, gjuha e përdorur nga politika është që fillon edhe i orienton në një drejtim komplet tjetër elektoratin dhe këto diskutime si taks marksiste apo aq më tepër absurditeti kolega nuk kanë të bëjnë me këtë taks që është taksa e 80% të botës, është një taks që ka qenë në Shqipëri deri në 2007, është një taks që përdoret në Greqinë, në Spanjë, në Italinë, në Francë, Gjermani, në gjithë vendet europiane, hiç Bullgarin, dhe të keq përdorimi i saj vjen për kapital politik. Domethënë fillon dhe kalon te kjo pjesa e fabulës ku Barcaleta zëvendëson argumentin edhe duket sikur ndikon më shumë me popullatën. Megjithatë, një ofertë e qartë ekonomike duhet të harmonizojë të gjitha këto elementë dhe kjo është më shumë thelbi i asaj që unë jam përpjekur të shpreh në këtë intervistë apo dhe në bisedën më parë që kemi pasur edhe bashkë, që nuk ka të bëjë shumë si një paket mund ndryshojë diçka. Kjo paket duhet parë harmonizuar me gjithë të tjera, sepse ekonomia në vetvete është si një sistem enësh komunikuese, ku të gjitha janë të lidhura dhe të gjitha kanë të bëjnë me nivelin e përgjithshëm ku është ekonomia. Dhe në qoftë se këto nuk funksionojnë të gjitha në sinkron, ashtu si në shëndetin e trupit të njeriu, nuk mund të punojë trupi pa zemrën, ashtu si s'punon dot zemra pa trurin apo e gjitha këto bashkë. Pra, në qoftë se nuk harmonizohen dhe nuk shkohet me një reformë të thellë që Shqipëria një herë mirë të ketë një plan ekonomik, pavarësisht forcave politike. Në çështjet kryesore, të ato të zhvillimit, ne gjithmonë do të vazhdojmë të luajmë me këtë ping-pongun e retorikës politike që keq përdor ekonominë në favor të një kapitali më shumë politik të ditës. Kisha një pyetje në lidhje me propozimin që ju bëni në programin tuaj për uljen e TVSH-s nga 20% që është aktualisht. Por automatikisht ulja e TVSH-s do të silte edhe uljen e çmimeve të produkteve të artikujve të ndryshëm. Dua t'ju pyes, si mund t'ja mbushni mendjen tregtarëve për të ulur çmimet e produkteve, kur këtë gjë nuk e parashikon ose nuk ka bazë ligjore për këtë gjë? Ajo që unë them është që në fakt nuk është se është akoma e diskutuar, është një koncept që lidhet me reagimin e skajshëm të kryeministrit që fillon dhe heq TVSH-n për shumë nga propozimet e dëgjuara, po kalon dhe më tej dhe fillon heq makinerit, heq këtë, heq atë. Domethënë, nuk mund vazhdohet më me këtë sens që sa herë dëgjohet diçka do heqim TVSH-n. Kjo është më tepër ajo që unë propozoj dhe them që të harmonizohen sepse thjesht 20 apo 0 është si një lojë që nuk ka sens. Ajo që them është që të fillojë dhe të mendohet për një TVSH tjetër, sidomos për ato që kanë të bëjnë me konsumin ton të përditshëm. Sepse sensi është që nuk mund të kemi të njëjtën tatim i vlerën e shtuar ashtu si për mallrat e luksit apo për mallrat e mbijetesës. Kur dihet që shumica kjo në buxhet, sido që të vëmë punën, sido që të veprohet, ato të kishte risk në buxhetin e shtetit, sa e dëmton sistemin fiskal. Çdo gjë ka çdo efekt, çdo ndikim në fisk, patjetër që ka ndikim në buxhet. Megjithatë, nëse kjo harmonizohet, ku shtresat më në nevojë të mbrohen më shumë dhe kjo t'i kaloj një pjesë më që ka shpenzime të një formati tjetër dhe jo thjesht të mbijetesë, kjo do të bënte që të ndihmoheshin këto njerëz, sepse nuk mund të kemi të njëjtin ndikim në buxhetin e një familje që blen sheqer, vaj apo miell për të mbijetuar, me atë që konsumon për shembull florinë apo verrat franceze apo një djathtë huaj. Dhe kjo do të ndikonte në uljen e çmimit dhe ta bënte më të lehtë jetesën për disa shtresa që dihet që sot janë në një periudhë të vështirë, përveç faktit që jemi në një vend të varfër, por edhe krizës që ka bërë të vetën. Ervin, përpara se të përcjell, unë kam një pyetje që do t'ja bëj Ervin Bushatit, jo sekretari për marrëdhënie në ekonomikën PS. Duhet ta ndajmë çik.
Mendon se ka pak populizëm në diskursin politik të dy liderëve kryesor për sa i përket ekonomisë? E ti e pesë me sta elegancë të ndava në fillim nga, sepse dua një përgjigje të sinqertë. Sa e dëmton ky populizëm ekonominë e mirëfill për cilin ju? Edhe unë duhet jemi sinqertë, Partia Socialiste dhe kryetari Rama me të vërtet ka qenë ndjeshme për çështjen e ekonomisë dhe është folur për papunësi në vite, nuk është hera e parë. Do të thënë që vitin 2006-2007 është sjell në karrigën e parë ekonomia, gjithmonë është folur për ekonominë dhe atëherë kur ndoshta dukej sikur popullata nuk ishte shumë e vëmendshme. Dhe sot ky diskurs, ky shqetësim që është për njerëzit, me të vërtet që ka eko, rezonon edhe me sa duket ndiqet edhe nga qeveria, se e kupton që në fund të fundit shqiptarët gjithmonë më shumë ndërgjegjësohen që përveç ekonomisë, çështjet e tjera diskutueshme mbi parimet politike nuk sjellin asgjë në buxhetin familjar. Kështu që me të vërtet sinqerisht mendoj që është diskutuar gjithmonë më shumë. Nuk ka populizëm thua. Varet se çfarë mënyra se si prezantohen në publik, më thjesht apo nuk quhet populizëm ose populizëm quhet fakti që thuhet do të hap 500.000 vende pune, për shembull, ose nuk e mendoj. Në qoftë se papunësia sipas sondazheve dhe sipas perceptimit të gjithë shqiptarëve është problemi kryesor, një forcë politike patjetër që duhet të flasë për këtë. Me mas, jo. Dhe të kalohet Ylberi dhe pastaj kur vinë pushtet... Nëse, okej, janë problemet cilat... Mund të bëjmë dhe një intervistë tjetër, do ta bëjmë një tjetër, sigurisht do ta bëjmë një tjetër, sepse ka shumë për është patjetër, sepse forca e punës sonë në Shqipëri është shumë e vogël në krahasim me popullatën. Njerëzit që punojnë domethënë janë shumë. Falenderoj që ishe me ne dhe mbi të gjitha saktësinë e përgjigjeve që vetëm nga një ekonomist i mirëfillt që di se çdo thot ekonomia dhe që vjen këtu që thot që shqetësimi im dhe realisht bashkohem me shqetësimet e tua që këtu mungon dhe do të mungoj, kam frikë edhe për një farë kohe, një strategji e përbashkët ku 5 burrat mençur nga Partia Demokratike dhe nga Partia Socialiste të ulen dhe thonë që kjo Shqipëria jonë në 10-15 vitet e ardhshme do të ketë këtë trend zhvillimi dhe do të jepet kjo prioritet. Këtu unë bashkohem me ty dhe me shqetësimin e gjithë ervinëve të tjerë që një gjë e tillë ende nuk po ndodh. E përcjellim zotin Bushadin, ne do të ecim më tej. Dhe ashtu siç e keni ndjekur të nderuar teleshikues nga fleshi informativ në News 24, në Durrës janë kapur 300 kg kanabis në një autobus, pikërisht në portin e Durrësit. Droga kishte destinacion Italinë, policia po punon për hetimin. Ne do të vjojmë më tej do të flasim në fakt për omazhet që janë zhvilluar sot në nderim të përcjelljes për banesën e fundit të aktorit të madh Roland Trebicka, i cili u ndat dje nga jeta pas një sëmundje, pas betejës pra me sëmundjen e vështirë. Nga teatri kombëtar ku shkoi një jetë të tërë në skenë, është përcjell pra për në banesën e fundit aktori i madh, qindra miq, kolegë dhe të afërm, personalitetet të kulturës, jetës publike dhe qytetar u përkullën me nderim në homazhet e mbajtura pikërisht në hallin e teatrit. Ndjekim materialin, rikthehemi në pjesën e fundit. Arkmorti me trupin e tij të pajetë u nis nga ky teatër, të cilit i kushtoi jetën për në banesën e fundit. Miqt, të afërmit, kolegët e një jete, ata me të cilët ndau të qeshurat, por edhe dhembjen ishin aty. Për ta përcjell, qenë edhe qytetar që këtë aktor të pazëvendësueshëm e kanë parë në ekran e sken. Të gjithë që aty për të nderuar kujtimin e këtij artisti të zëshëm dhe njeriu të çmuar, i cili shkoi, por vetëm fizikisht, sepse të mëdhenjat të vegjël do të vijojnë të dialogojnë me batutat e Jovan Bregut. 2 bashkë protagonistë të pallatit 176, shfaqjes që identifikohet me personazhin, kujtojnë skenat të dekadave shkuar, e ndalen të dhembja që Roland Trebicka la pas. Iku shumë para kohë. Nuk e prisnim, ndoshta edhe ne vetë partnerët e tij, dhe kolegët, miq të afërmit. Ndoshta u gënjyen për pak kohë sepse e pam shumë vital. Saqë edhe momentet e fundit do të thosha që ai një jetë tërë si është ndarë kësaj skenë me vitalitetin e tij, po dhe momentet e fundit sikur skena i deshti vetë atë. Është shumë bje madhe për teatrin. Unë e kam pasur në shumë pjesë partner shquaj për seriozitetin e tij në punë, vitalitetin e tij, me të cilën punonte, dashurinë me të cilën punonte, pasionin me të cilën punonte, dhe të gjitha këto i ndante me të gjithë ne. Një natë duke luajtur, po ja tha kur bëm dashuri dhe
Sandër i tetës, Sandër Mafisha, dhe e shtoj këtë frazë. E shtoj kërra, publiku filloj të qeshte në madhe. Unë tani isha marrë në skenë dhe tani s'më erdhi mirë që e thash, të nesë mi dhe, Orlan, për që shtove dhe, pëse më është e bukur, thaj. Është interesante, thaj, pëse është e bukur, se kjo tip këshu është. Dhe kjo frazë ishte dediku brenda thelbit karakterit tim. Dhe mbeti këshu. Personalitetet e kulturës në vend që janë të gjitha ty, e dekadat në skenë të aktorit Trebicka kanë bërë që të jenë 10 partnerët e tij në skenë. Sot është jo vetëm skena shqiptare që po qanë për artistin e madh, por edhe koha është kaq e zynt sa edhe ajo po loton. Roland Trebicka nuk ishte një aktor i madh, po ishte edhe një njeri shumë i madh. Landi ishte njeriu i batutave, njeriu i frazave të mrekullueshme, me humor brenda. I lindnin çdo gjë e kishte spontane. Tu ishte edhe sekreti i tij, suksesi i tij. Romani i madh, kështu thoshte gjithmonë, merrini Rolandin si Roland Trebicka, ishte figurë e madhe. Ai ki gazi i bukur i teatrit. Ai nuk ishte një njeri që tregonte bersaleta, por ishte një njeri që kishte situata të jashtëzakonshme humori. Dhe humori është një talent i njerëzve të mençur. Landi në skenë ishte brillant. Ishte aktorit i të papriturave, por që e zotronte situatën në mënyrë të jashtëzakonshme. Roli i fundit ishte në shfaqjen ëndra e Ismail Xhamalit, e vetëm para 2 javësh, aktori ka shkelur për të fundit herë në skenën e teatrit kombëtar. Janë 10 rolet që ai ka realizuar në dekada e karrierë, për çka mban titullin Mjeshtër i Madh. Roland Trebicka u nda nga jeta mesditën e 6 marsit në moshën 66 vjeçare, pasi prej vitesh vuante nga një sëmundje e pashërueshme. Mirë, kemi bërë zakon që në përfundim të emisionit ne shkojmë dhe trokasim në për redaksit e gazetave. Nësot do t'jemi me një tjetër në gazetë, sigla dhe më pas në studio. Mirë, jemi në zyrën e Altin Sinanit, kërredaktor i gazetës Tirana Observer. Altin, mbrëma. Altin, ora shënon 23:38 këtu në studion time, besoj se gjithçka është mbaruar në zyrat tuaja. Kam mbaruar për sonte. Mbaron zakonisht shpejt, gazeta qohet shpejt në tipografi? Mbarim shpejt, brenda orës 11:10, e mbarim gazetën. Ka raste që edhe vonë pas orës 12 të natës, në varësi të informacioneve të ditës dhe të lajmeve. Me qënë se po flasim për informacionet e ditës, dhe me qënë se gazeta pas ka shkuar në shtypshkronjës, besoj se nuk ka ta nëshmë një sekret për atë që quhet apertura e faqes parë nesër. Jo, nuk ka ndonjë sekret. O, më në fund gjeta një njeri që do të më thotë titullin kryesor. E di Altin në 10-15 direkte që kam bërë me kolegët e mi dhe të tu, asnjëri për tyre nuk ka preferuar t'japi titullin e faqes parë të numrit që del nesër, dhe unë me shumë kuriozitet kam zbritur me vrap në kioskën poshtë shtëpisë për të parë se cili do t'ishte titulli i gazetës Ballkan me cilin për shembull nuk na i tregoi, dhe pash që ishte një titull më shumë se i rëndon. Po nejse, titulli Tirana Observer është? Atëherë, duke marrë shkas që nesër 7 marsi, festa ndërkombëtare e gruas, ne kemi bërë një speciale duke marrë modelin e revistës Time dhe Forbes, që kush janë femrat më të pushtetshme në Shqipëri për nesër. Dhe fakt, cilat rezultojnë femrat më të pushtetshme përveç Josefinës? Josefina është e para, pastaj Monika Kryemadhi, Liri Berisha, zonja e parë Odeta Nishani, Valentina Leskaj, Malinda Bregu, Arta Date, Shpesa Beçaj dhe Linda Arama. Këto kanë dalë si rezultat, Altin, i ndonjë sondazhi që ju keni bërë? Jo, ne duke marrë parasysh si bëjnë renditjet të revista Time dhe Forbes, kemi marrë detyrat aktuale të temave në fjalë dhe postet e tyre dhe ndikimin që mund të kenë në publik. A, kuptoj. Këto janë 10, keni ngrirë ke 10 që nuk është se keni zbritur. Nuk është, okej, sigurisht, 10 nuk janë pak. Eci me titujt të tjerë, me çfarë luani? Një titull tjetër është edhe Berisha, që ishte një konferencë me gazetarët, ku ai, përveç akuzave ndaj Edi Ramës, ka refuzuar debatin televiziv me Ramën
të cilin e ka ftuar të bëjë një debat me Lara Vorpsin, zëdhënësin e PD-s, të cilën sipas Berishës Rama e ka përkryjuar. Okej. Altin, unë do doja t'ju pyes një, kam sa kohë që nuk e shoh më atë titullin simpatik që ka pasur Tirana Observer, 50 pyetjet që duan përgjigje, 50... Keni hequr dorë nga... Kam përshtypjen se kjo ka qenë në influencën e Qafokut kur ishte kryeredaktor. Po. Nuk është se kemi hequr dorë tamam, por bëhet tani tash në njërën muaj, e kemi shkurtuar kohën, më shumë për efekt të stafit, pasi më përpara me këtë rubrikë merreshin shumë gazetarë, ndërsa tani për fakt të krizës dhe shumë të gjërave tjera, tani ja bëjmë vetëm një herë në muaj. Për i të vërtetës, më lejo të ta them ballazi që Tirana Observer mbetet për mua një gazetë simpatike, pa ndonjë pretendim të madh, por që gjithsesi ka zënë një pozicion të saj dhe që nuk e lëshon. Unë do doja të pyesja, se nuk kam informacion më shumë se sa kaq sa thash. Testato juaj është e pavarur, apo ka një lloj pavarësie të majt apo të djathtë? Po, ju e keni vënë re dhe vetë, që neve kemi gjithmonë kemi ruajtur neutralitetin nga partitë politike. Kjo kuptohet shumë mirë po ta ndikësh gazetën gjatë tërë javës, që titujt janë shumë neutral dhe nuk mbajmë kurrë anën e ndonjë partie politike. Kjo është dhe sfida jonë, sepse sot të jesh neutral dhe të jesh i pavarur është një sfidë shumë e rëndësishme, pasi të jesh i pavarur do të thotë që të mungojnë reklamat edhe shumë mbështetje të tjera. Po si e përballoni këtë? Ne përballojmë me sukses. Si arrini ta përballoni këtë kosto të pavarësisë, Altin? Atëherë, por qytetarët sot dhe lexuesit e vlerësojnë neutralitetin. Dhe duke parë që jemi neutral, edhe në treg jemi të suksesshëm, por edhe me financimet e botuesit të gazetës. Okej. Ju e thoni jeni në treg të suksesshëm, nuk dua të vënë vështirësi me pyetjen time masakruese në të asaj që quhet tirazh editor, zëre se nuk i e lirë tirazh editor që timi realist është 2500 kopje. 2500 kopje në tirazh i përgjithshëm, po shitjet? Përgjithshëm, ndërsa shitjet janë 70%. Okej. Mirë, ecim më tej, keni nesër suplementin e shëndetit? Një nga suplementet që suplementi i shëndetit është ditën e shtunë, dhe në fakt është një suplement që qytetarët e kërkojnë shumë, dhe kur është suplementi i shëndetit, pothuajse gazeta është shitur 100%. Por shëndeti është nga një faqe çdo ditë në gazetë, ndërsa të shtunave bëhet një suplement i përmbledhur. Lexuesi target grupi lexuesit të zakonshëm të Tirana Observers kush është? Intelektualët, administrata, pensionistët? Por unë target group nuk fuz ndonjë target të veçantë, por mund t'i fuz të gjitha kategoritë që ju përmendët. Gazeta duhet të jetë sa më e hapur dhe të shkojë në sa më shumë duar. Okej. Altin, unë të falenderoj për bashkëbisedimin miqësor që ne zhvilluam mes një kolegë. Nuk dua të mbaj më shumë, sepse e di që juve jeni në përfundim të një dite të lodhshme. Unë kam punuar vetë në Prind dhe e di çdo thot kur vjen ora 23:45, mbasi ke çuar dhe faqen e parë në atë që quhet produkti i përditshëm i gazetarëve, në pret nesër që në shpërndarësi të thotë që ishe 600 kopje apo 2600 kopje. Altin, faleminderit edhe një herë. Falenderoj. Të uroj natë e mirë. Faleminderit Altin, Rezart kemi rritur pothuajse në fund të emisionit, jemi në limitet e fundit të emisionit për ditën e sotme, disa aktivitete për ditën e nesërme të cilat nisin me një mbledhje të KQZ-s dhe vijojnë me të gjitha aktivitetet të planifikuara për ditën ndërkombëtare të gruas, aktivitete të programuara edhe nga ambasadori Bashkimit Evropian Ettore Sekui, por edhe Bashkia e Tiranës. Do të ketë edhe mbledhje të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, ndërkohë më lejo të citoj disa zhvillime që na vijnë nga mediat ndërkombëtare. Përgjatë gjithë ditës së sotme dhe në ditët e mëparshme janë zhvilluar homazhe të qindra mijëra njerëzve në trupin e pajet të Hugo Chavez, presidentit të Venezuelës, i cili ndroi jetën pas betejës së tij me kancerin, dhe varimi i ceremonia mortore do të zhvillohet ditën e premte.
Ndërkohë bëhet me dije se Bielorusia ka nderuar Chavezin duke anulluar të gjitha festimet me rastin e 8 marsit, ditës ndërkombëtare të gruas. Ndërka, për këtë ditë të caktuar, gratë afgane kanë protestuar për të drejtat e tyre. Një informacion që vjen se takon Bashkimit Evropian, mediat citojnë se ai ka lënë jashtë Schengenit Bullgarin dhe Rumanin duke e shtyr votimin për hyrjen e tyre në zonën Schengen. Bloku prej 27 antarësh deklaroi sot përmes një deklarate se do të adresoj këtë çështje në fund të vitit. Informacionin nga Shkupi nuk kemi, nuk është se ka pasur një zhvillim. Zhvillime nuk ka patur situatë. Ne trajtuam dhe dje faktikisht në emisionin tonë e drejt për drejt me gazetaren Rezarta Delisula, vijon ajo gjendje të dy partitë ende nuk kanë nesër një protestë e pjesës siç u deklarua të qytetarëve, po. Gjithsesi do t'ju mbajmë. Do t'ju mbajmë në informacionet. Duhet të thonë se sot ka skaduar dhe afati, ka qenë afati fundit i paraqitjes së kardinalëve për zgjedhjen e papës në Rom, ishte afati fundit dhe tashmë të gjithë kardinalët ndodhen në pole position. Okej, 23:47 që në ora në këtë momente, është koha për t'ju thënë natën e mirë dhe për t'ju falenderuar që qëndruat me ne. Shihemi nesër. Mirupafshim, natën e mirë.